Plastika jo vetëm në oqeane. Studimi zbulon mikroplastik në trurin e njerëzit. Ndotja nga plastika nuk është më vetëm një problem i oqeaneve dhe i mjedisit. Sipas studimeve të fundit, ajo mund të jetë shumë më afër nga sa mendohej, madje edhe brenda trupit të njerëzit. Një hulumtim i ri sugjeron se truri mesatar i njerëzit mund të përmbajë mikroplastik në sasi të barabartë me rreth 5 kapak shishesh plastike. Sipas një analize të publikuar nga The New York Times, shkencëtarët vetëm tani kanë filluar të kuptojnë se çfarë mund të nënkuptojë kjo për shëndetin e njerëzit. Çfarë zbuloi studimi? Në një studim të udhëhequr nga studiues të Universitetit të New Mexicos, u analizuan mostra të trurit të njerëzve. Rezultatet treguan se mostrat e marra në vitin 2024 përmbanin pothuajse 50% më shumë mikroplastik krahasuar me mostrat e marra vetëm 8 vite më parë. Mesatarisht, një tru përmbante rreth 7 gram plastik, një sasi e përafërt me peshën e një luke plastike një përdorimshe. Një tjetër gjetje shqetësuese ishte se nivele më të larta mikroplastike u zbuluan në trurin e personave që vuanin nga demenca. Megjithatë, studiuesit theksojnë se kjo mund të lidhet me faktin se tek këta pacient barriera gjak-tru është më e dobët, duke e bërë më të vështirë eliminimin e toksinave. Studime të tjera kanë zbuluar grimca plastike edhe në placentën njerëzore, në qarkullimin e gjakut dhe madje edhe në jashtëqitjen e parë të foshnjave. Toksikologu Matthew Campen tha se rritja e plastikës në mjedis po reflektohet gjithnjë e më shumë edhe në trupin e njerëzit, duke theksuar se kjo substancë po shtohet në botë me ritme shumë të shpejta. Pse është shqetësuese? Disa grimca mikroplastike janë aq të vogla sa mund të kalojnë barrierat mbrojtëse të trupit dhe të grumbullohen në organe të rëndësishme, përfshirë trurin. Edhe pse shkencëtarët ende nuk e dinë saktësisht se sa plastik është e rrezikshme për organizmin, studimet e para sugjerojnë se ajo mund të lidhet me disa probleme serioze shëndetësore si rënjet e aftësive njohëse, probleme riprodhuese, dobësim të sistemit imunitar, humbje të kujtesës, çrregullime hormonale dhe probleme zhvillimi tek fëmijët. Përveç ndikimit në shëndetin e njerëzit, mikroplastika ndot edhe tokën dhe ujin, duke rrezikuar ekosistemet dhe zinxhirin ushqimor. Shkencëtarët po vazhdojnë kërkimet për të kuptuar më mirë lidhjen mes mikroplastikës dhe sëmundjeve neurologjike, si dhe ndikimin e saj në shëndetin e përgjithshëm. Ndërkohë, disa vende kanë ndërmarrë masa për të kufizuar përdorimin e plastikës një përdorimshe. Franca, Anglia dhe India kanë vendosur ndalime për produkte të caktuara plastike, ndërsa qytete të mëdha si Los Angeles dhe New York City po kufizojnë përdorimin e artikujve si stiropori dhe qeset plastike. Ekspertët rekomandojnë gjithashtu disa hapa të thjeshtë që mund të ndërmerren nga individët. Përdorimi i produkteve të ripërdorshme në vend të plastikës një përdorimshe, shmangja e ngrohjes së ushqimit në enë plastike në mikrovalë dhe përdorimi i qeseve speciale për kapjen e mikrofibrave gjatë larjes së rrobave. Shkencëtarët paralajmërojnë se ndotja nga plastika nuk është më vetëm një çështje mjedisore, por po shndrohet gjithnjë e më shumë në një sfidë serioze për shëndetin publik në nivel global.